Problemet me rrëshqitet e tokës në Gjirokastër janë bërë më të rrezikshme dhe prezente gjatë ditëve të fundit. Sipas përfaqësuesve të Drejtorisë Rajonale të Rrugëve Rurale në Gjirokastër, situata paraqitet e vështirë në disa zona në komunat e Gjirokastrës, kryesisht në zonën e Picarit e të Golemit, për shkak të erozionit ka pasur rrëshqitje masive të tokës. Firma kontraktori janë dhe sot po punojnë, për pastrimin e rrugëve ose akse rrugore nga aluvionet e ndryshme që kanë ardhur si pasojë e këtyre rreshjeve. Përmet Qarqov ka disa pika të rrezikshme ku ka dëmtime të trupit të rrugës, gjë që mirëmbajtja ose fondet e mirëmbajtja janë të pamjaftueshme për përmirësimin e kësaj situate. Megjithatë neve marrim masa të hapësishme që të mos kemi probleme me qarkullimi, por ka nevojë për investim, siç është zona e shkallës të Zezë këtu në aksin Gjirokastër. Tepelem që ka nevojë për një investim madhor, domethënë se nuk përballohet me koston e mirëmbajtjes. Ndërsa sa i përket të qytetit të Gjirokastrës, situata më agravuar paraqitet në lagjen Kodra e Shtufit dhe Sfak. Rrëshqitjet e tokës kanë dëmtuar segmente rrugore dhe disa banesa.